Të nderuar televizionistë, selam aleikum dhe mirë se po takohemi në këtë të premten mbrëma në emisionin ton të drejt për drejt ecim së bashku. Me mua në studio është Hoxha Ekrem Avdiu, me cilin sot kemi zgjedhur të flasim për ignorancën. Do të kuptojmë se çfarë është ignoranca dhe cilat janë pasojat e saj dhe si duhet të ruhemi prej ignorancës. Atëherë Hoxha, selam aleikum dhe mirë se ke ardhur në emisionin ton. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxha, fillimisht na thuaj sa është e rëndësishme forma e marrjes së dijes në Islam? Si flet Islami për këtë çështje? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. S'ka dyshim se Islami përveç që ka folë për detajet të ndryshme, si kur e parashtrut edhe ju pyetjen për formën e marrjes së dijes, Islami përveç tjerash ka folë shumë, do të thotë fuqishëm edhe për vlerën e dijes, ndërsa simbolikat islame për vlerën e diturisë, vlerën e njohjes së gjërave, padyshim që ato simbolika janë të shumta, janë të panumërta. Më e para dhe më interesantja, e cila ndoshta njëkohësisht është edhe e gjithnjohur, është fakti se Allahu i madhruar ajetet e para që ja shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin ajetet që realisht nxisin në kërkimin e diturisë, respektivisht marrjes me mjetet të cilat shpijejnë deri te dituria, nga se ishte urdhresa Iqra. Pra në atë kohë nuk pati urdhresë për të falur namaz, për të agjëruar, për të bërë veprime tjera të caktuara, për arsye se gjitha këto pastaj do të bëhen edhe më të lehta, se padyshim që janë shumë të rëndësishme, mirë po janë më të lehta nëse njeriu vërtet arrin që të bëhet i ditur, arrin që të informohet, do të thotë, për vlerën reale të gjërave, qofshin ato bindje, pikpamje, besim e kështu me radhë, qofshin ato madje edhe vepra praktike. Pastaj duhet përmendur edhe tjetrën e cila gjithashtu është shumë e rëndësishme, që Allahu i madhruar na ka treguar se ata që dinë edhe ata që nuk dinë në asnjë mënyrë nuk mund të jenë të barabartë, dhe me këtë sikur na e ka dhënë të kuptojmë, do të thotë që përparësia e atyre që dinë është shumë e madhe në raport me ata që nuk dinë. Dhe kjo nuk është vetëm tek njerëzit, por e hasim një gjë të tillë edhe tek krijesa tjera, madje edhe tek për shembull kafshët dhe shpezët që përdoren për gjueti, që kusht është që ato të jenë të mësuara, nuk mund të themi të ditura, për arsye se nuk e di sa mund të jetë korrekte kjo shprehje në raport me botën shtazore. Mirë po, të mësuara dhe të dresuara gjithsesi po. Pastaj Allahu i madhruar gjithashtu nëpërmjet diturisë na ka treguar se çdo mirësi ngritet mbi baza të diturisë, madje një vepër e njëjtë e bërë prej njeriu të ditur dhe prej njeriu të paditur, e njëjta vepër mund të jetë formalisht, megjithatë ajo kur vije prej njeriu të ditur mund të ketë një vlerë shumë më të veçantë, për arsye se njeriu i ditur di edhe ta zgjedh momentin e duhur për të kryer një vepër, edhe formën e duhur gjithsesi, edhe e bën atë pa shkaktuar rrëmuj, pa bërë zhurmë, pa bërë dëm e kalim, e kështu me radhë, derisa njeriu i paditur edhe gjërat e mira i bën ndoshta pakës më vrazhd. Pastaj e kemi edhe në tërsi jetën, biografinë, trashëgiminë e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, e cila gjithashtu e konfirmon një gjë të këtillë. Çfarë forme ignoranca zë vend tek njerëzit? Në të vërtetë unë mendoj se ignoranca është esencë, ajo nuk zë vend, ajo është njeriu lind ignorant. Ne e dim se fëmia kur lind di vetëm të çajë. Eventualisht di edhe të thith xhirin e nanës, edhe kjo është një mirësi e veçantë e Allahut fuqiplot që ja ka dhënë njeriu në mënyrë që të mbijetojë. Sa kërkohet më shumë prej saj, apo jo? Nuk është vetëm aq, po sikur të mos i dinte këto, do të kishte mundësi të mbijentonte. Dua të them këtë gjëra tjera pastaj njeriu i mëson. Dhe çdo gjë që e mëson, do të thotë çdo dije tre që e merr njeriu në jetën e tij, për aq zvoglohet ignoranca. Do të thotë çdo dije që vjen i azë vendin ignorancës, për arsye se ignoranca nuk është, të them, nuk është gjendje e cila arrihet në ndonjë mënyrë. Ignoranca më tepër se çdo gjë tjetër është zbrazësi. Me një fjalë, njeriu s'ka dije dhe mbetet ignorant. Allahu i madhruar e ka përshkruar njeriu
në esencë si krijesë me fjalët përshkrim shumë interesant kur flet Allahu i Madhruar në surën Ahzab për emanetin që u ka ofru bjeshkëve, qiejve, tokës dhe ato kanë refuzuar ta marrin ndërsa e ka marrë njeriu. Në fund të këtij ajeti Allahu i Madhruar thot innehu kana zaluman jahula. Njeriu është tejmase i padrejt, ditjet pra i ktill, tejmase i padrejt dhe tejmase ignorant. Do të thotë njeriu në esencën e tij është ignorant edhe të gjithë mbesin kështu përveç atyre të cilët mësojnë. Pra, njeriu mund të nuk është sikur forca fizike e cila rritet edhe shtohet me përparimin e njeriut në moshë. Për shembull, një fosh një vjeç nuk e ka forcën e njëjtë me një fëmijë 10 vjeç, edhe ky nuk e ka me një të ri 20 vjeç. Ajo natyrshëm shtohet, mirë po dituria nuk shtohet. Mundet njeriu të jetë ignorant në moshën 10 vjeçare, po që se nuk investon për të pajisur me dituri, ai i atill mbetet edhe në moshën 20 vjeçare edhe në moshën 50 vjeçare. Dua të them se është një gjendje në cilën njeriu mbetet, po që se nuk investon në dituri. E tash mundësia edhe gatishmëria e njeriut për të mësuar dhe për të pajisur me dituri është gati e pakufizueshme, është shumë e madhe. Andaj duhet shfrytzuar për arsye se Allahu i Madhruar ja ka dhënë njeriut shqisat, ja ka dhënë emocionet, ja ka dhënë edhe mendjen. Dhe nëpërmjet këtyre ai i absorbon informatat, i absorbon të dhanat e kështu me radhë, pastaj edhe i përpunon, edhe është në gjendje pastaj të shtin në përdorim në mënyrën më të mirë për t'ia lehtësuar vetvetes jetën. Dia pra është ajo e cila duhet ta zëjë vendin e ignorancës, përndryshe nëse njeriu nuk e shfrytëzon rastin që të mësojë, atëherë ignoranca ngelet. A ka mundësi ta pushtoj ignoranca njeriu i cili kërkon dije? Kur themi këtu kërkon dije, bëhet fjalë për një aspekt caktuar. A mund ta quajmë pastaj ignorant për çështje të tjera? Ignoranca është e gjithanshme, ashtu sikur edhe fjala dije që mund të jetë e shumanshme. Tash njeriu mund të jetë i ditur në një lami, të jetë ignorant në lami të tjera. Megjithatë ai i cili qoftë edhe në një lami është i ditur në një farë mënyrë, atij nuk i thuhet ignorant. I themi për shembull, një njeri i cili e ka të specializuar themi në mjekësi. Atij nuk mund të themi se për shembull në matematikë është ignorant. Pavarësisht pse matematika nuk është ana e tij e fortë, ose në ndonjë shkencë tjetër humane ose ku e diun se çka, për arsye se ai megjithatë është ngritur në një nivel spaku në një lami të caktuar, është specializuar. Andaj s'ka dyshim se njeriu sado që të mësoj, sado që të avancohet në dituri, ai do ta marrë vesh një gjë. Pa mohueshëm do ta kuptoj këtë gjë. Ajo është sa më shumë të mësosh, e kupton se ka më tepër gjëra të cilat ti nuk i di. Do të thonë sa më tepër të thellohesh në të themi në detin e dijes, e kupton se ajo thellësi bëhet akoma më e madhe dhe gjërat cilat ti ke nevojë ti njohësh edhe ti mësosh bëhen akoma më tepër. Kështu që ignoranca luftohet ose zvoglohet me dije, mirë po dijes në përgjithësi asnjë njeri nuk ka mund ta rumbullaksojë dhe ta përfshijë atë në të gjitha aspektet. Mund të themi madje edhe njerëzit më të zgjedhur, sikurse ishin të dërguarit e Allahut fuqiplot, ata kanë qenë të ditur edhe kanë qenë më të ditur se njerëzit e rëndontë. Mirë po gjithsesi nuk kanë qenë të gjithë ditur, nga se vetëm Allahu fuqiplot është i gjithë ditur. Hoxha, nëse dikush flet për një çështje të caktuar, por që nuk i përket të flas për atë çështje, edhe pse nëse do ta ketë të drejtë për çfarë flet, është ky njeri ignorant apo ndoshta këtu bëhet fjalë për mos respektimin e kompetencave? Të flas njeriu për një gjë të cilën nuk e di, e ta ketë mirë, t'ia çelloj, kjo veç një mundësi e ka, të jetë koincidencë dhe rastësi. Megjithatë, kjo rastësi, e cila ndoshta mund të ndodhë një herë në mia, 10.000 raste, nuk bën në asnjë mënyrë të jap guxim edhe trimëri njeriu që të merret me gjëra të këtilla, për arsye se nëse themi një herë në 10.000 tentativa, njeriu në mënyrë të rastësishme i açillon
derisa flet pa dije, atëherë ku po mbesin ato 9999 raste në cilat gjithsesi gjithmonë gaban. Për këtë arsye, kur janë pyetje posaçërisht njohuritë fetare, por jo vetëm ato fetare, por çdo njohuri e cila është me rëndësi jetike, atëherë aty njeriu nuk guxon të bëj eksperimente, për arsye se mundësia e gabimit, sikur se tham, është shumë e madhe, por ai gabim pastaj mund të ketë pasoja fatale. Për ta thjeshtësuar këtë, mund të marrim shembullin për shembull mjeshtrive të ndryshme për cilët njerëzit kompetent janë të thirrur edhe ne në asnjë mënyrë, edhe pse ndoshta mund të shkaktojmë një dëm i cili mund të riparohet materialisht, mund të kompenzohet me të holla. Megjithatë nuk marrim guximin, për shembull të rregullojmë diçka në rrymë elektrike ose në ujësjellës ose kështu me radhë, për arsye se nuk dim. Edhe e dim se çdo prekje do të shkaktojë dëm. Njeriu është mirë të vetëdijsohet edhe në kuptimin teorik, jo vetëm në atë praktik, që gjithmonë të mos i jap vetes guxim të flas për gjëra të cilat nuk i di. Dhe unë mendoj se njeriu do të tregohet korrekt, do të tregohet dinjitoz, madje do të tregohet edhe i ditur, nëse për një gjë nuk di, e pranon se nuk di. Edhe absolutisht nuk është turp, madje këtë e aplikojnë njerëzit e mëdhenj dhe njeriu i madh, kjo e bën akoma më të madh kur pyetet për një gjë e thot këtë nuk e di. Do thot absolutisht nuk është turp të thuhet nuk e di. Dhe është shumë më e mirë, më e ndershme se sa njeriu ti përvishet hyrjes në një hapësirë në të cilën absolutisht është i panjohur me të. Mundësia që t'ja qelloj është shumë e vogël, mundësia të gaboj është shumë e madhe. Po, kur jemi këtu tek dija dhe pranimi për atë që nuk e dim. A ka mundësi që nxënësi i dijes të rezultojë më i dijshëm se vetë mësuesi i tij? Sigurisht që ka mundësi, edhe zatën për këtë arsye bota ec përpara. Bota përparon. Atëherë kur mësuesi i ka nxënësit e vet, edhe unë për mendimin tim mësues i suksesshëm është ai i cili nxënësit e vet i ngrit në nivelin e vet. Nëse unë kam arritur në një shkallë të caktuar të dijes, edhe dëshiroj të tjerët t'i mësoj unë, patjetër duhet t'i mësoj ata deri aty ku kam arrit unë. Dhe në momentin që ata arrin, ata i kanë të gjitha paradispozitat që të i kalojnë mua, për arsye se janë më të rinj, më të kthjellët, kanë mundësi më tepër. Edhe për këtë arsye njeriu është në pra nuk duhet shikuar nga mësyrën e rivalitetit asnjëherë. Rivaliteti pastaj është një gjë që nganjëherë vjen shprehën në mënyrë të natyrshme te njeriu, sikurse është për shembull edhe puna e hasedit, puna e xhelozisë. Janë disa gjëra të cilat natyrshëm gjenden në shpirtin e njeriu. Ndoshta bëjnë pjesë në atë që quhet ana e errët e njeriu, megjithatë janë evidente. Por njeriu i mirë nuk i lejon që ato të vinë në shprehje. Përpiqet që ato t'i mbajnë në kontroll, edhe xhelozin, edhe hasedin, edhe atë ndjenjen e rivalitetit ose konkurrencës ose kështu me radhë. Edhe në asnjë mënyrë njeriu i cili për arsye se ti mësosh njeriu një diçka të cilën ti e di. Kjo është një gjë tejmase fisnike. Është shumë e mirë. Nuk po flas, prap po them, nuk po flas thjesht vetëm për dijet fetare. Çdo dije, çdo gjë që ti e din, nëse jam mëson tjetrit, kjo është shumë fisnike. Edhe ti, kur je mësuesi i dikujt në një farë mënyrë, gati e ke zënë edhe pozicionin e prindit për atë person. Dhe në momentin që ai arrin ty, edhe e sheh se po të i kalon ty, atëherë ti në asnjë mënyrë nuk bën ta ndihesh veten keq, përkundrazi. Duhet të gëzohesh, duhet të thuash, po ja, ky është nxënësi im. Fundja, çdo gjë që ai bën pastaj edhe ty të bie lavdi, edhe pse tash shikun nga aspekti fetar islam, muslimani nuk punon për lavd, punon për sevap, po që edhe sevapi është i pamohueshëm. Do të thotë një njeri të cilin ti po e zon e ke mësu në fëmijëri që të falë namazin, ose ja ke mësu shkronjat e Kur'anit, ai pastaj i ka mësu të lexoj mirë Kur'anin, ndoshta pej te ose pej tjetër kujt, nuk është më rëndësi, ama bazat hapat e parë i ka qitë me ty. E thaj pastaj fillon ta mësoj Kur'anin përmendsh. Ti ndoshta nuk e di të tërin përmendsh, e di një pjesë të tij, ai ta kalon. E mëson të tërin. Pastaj vazhdon të studiojë derisa të mësoj edhe kuptime, derisa arrin të bëhet alamet njohësi i Kur'anit. Si duhet ta ndish ti veten tënde? E ndin veten mirë. Pse? Ky person, ky dietar i tanishëm, kur ka qenë i vogël, shkronjat i ka mësuar tek unë.
Dhe sa herë ti lexoj ato, sa herë të përdoret me atë që ka mësuar tek ti, aty shumë fishohet sevapi, kështu që ty të vinë sevapet edhe shpërblimet prej Allahut fuqi plot. Kështu që njeriu i cili përhap dije, i mëson të tjerët dije, gjithsesi është fitimtar. Ndërsa është shumë e natyrshme që gjenerata t'ja kaloj gjeneratës, edhe e vrem se dunjaja as tepër po evoluon pozitivisht edhe po ecën ka përparimi, saqë edhe mjetet për të komunikuar, edhe mjetet për të mësuar, edhe mundësit janë bërë shumë më të lehta, janë bërë shumë më prandarës se sa kanë qenë të kaluar. Do ta marr një shembull të thjeshtë. Në gjeneratat e para të muslimanëve është dashur që për një hadith të udhtojnë ndoshta një muaj në këmbë, ose me deve, ose me kështu me radhë, për të konfirmuar një hadith, e ka thonë filoni apo nuk e ka thonë. Sot ne e kemi me lehtësinë më të madhe, tjetër është ajo sapo e shfrytëzojmë. Mirë po, na mjafton ta dim një pjesë të hadithit, 2 fjalë prej hadithit, edhe jo më të shkojmë aty ku ka kompjuter, në telefonat e mençur e kemi mundësinë, do të thotë që të gjejmë hadithet, të gjejmë vlerësimin e kritikëve të hadithit për autenticitetin e atij hadithi, të gjejmë kuptimet e fjalëve të atij hadithi, të gjejmë gjëra të mrekullueshme. Do të thotë, duke pirë kafe, duke qëndruar kudo qoftë, jemi në gjendje do të thotë që të marrim dituri për të cilën njerëzit në të kaluarën janë lodh duke udhëtuar. E tash logjikisht, a është më në përparësi edhe më në avantazh ky njeri i sotit për të pajisur me dituri? Sigurisht po. A ka mundësi sot një njeri më tepër të mësoj se sa gjenerata paraprake? A kemi pasur ne mundësi të mësojmë më tepër se sa mësuesit tanë? Mësuesit tanë kanë pasur mundësi të mësojnë më tepër se sa mësuesit e tyre? Gjithsesi po. Jo, kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë se ne jemi më të mirë e ata nuk kanë qenë. Jo, ata kanë qenë të mirë edhe padyshim që kanë qenë të mirë. Por ne e kemi më lehtë të pajisemi sot me dituri dhe absolutisht nuk ka asgjë të keqe në këtë. Hoxh, na thuaj cilat janë pasojat e ignorancës? Kush dëmtohet prej saj? Pyetje, përgjigja e cilës është aq e njohur saqë nuk di si ta formuloj. Pasojat e ignorancës janë të panumërta. Pasojat e ignorancës janë të panumërta. Mjafton të përmendim që njeriu kur nuk ka njohuri, i ikin gjanat pa i kuptuar. Pse ndodh një gjë, pse thuhet, çka do të thotë kjo. Marrim prap shembull të thjeshtë, njeri i cili e di surën El Fatiha. Të dy persona, të dytë e din, po njëri është më i ditur për shkak se ky ja di edhe kuptimin. Ky e lexon namaz, mirë po nuk e din se çfarë është duke thënë. Borxhin, obligimin e kryen. Mirë po ky tjetri namazin e përjeton më mirë. Mos të flasim pastaj që pasojat praktike të ignorancës përveç tjerash vrehen në një gjatë cilën dua ta potencoj. Mendoj se është e rëndësishme edhe vrehet me shumë citate, qofshin ajete kuranore apo edhe thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ignoranca prodhon sjellje ignorante. Dhe për këtë arsye shprehja që përmendet në Kur'an jahil e ka kuptimin e ignorantit, nuk është për qëllim thjesht vetëm ai që nuk di. Kur thot Allahu i madhruar në Kur'an duke i përshkruar robërit e mirë të Allahut në surën El Furqan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, robërt mirë të gjithëmshirshmit janë ata të cilët ecin nëpër tokë me përulje, nuk ecin me krye lartësi. Pastaj thot wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Dhe kur atyre u drejtohen ignorantët, këta ju thonë ne jemi në paqë me ju. Çka do të thotë kur u drejtohen ignorantët? Nuk është thjesht vetëm ata që nuk dinë. Mund të jetë njeriu shumë i ditur e të ketë sjellje ignorante. Edhe sidomos tani në këtë kohë jemi dëshmitar të shumë dukurive të këtilla. Pra njeriu mund të jetë i shkolluar, i arsimuar, i ditur, i lexuar, sjelljen e ka ignorante. Për çfarë arsye? Për arsye se sjellja e tij është formuar, është gëdhend në karakterin e tij, atëherë kur ka qenë ai ignorant, edhe tani modia nuk kalon gjurmë në sjelljen e tij. Për këtë arsye pra jahilun kur përmendet në këtë ajet janë për qëllim ata që kanë sjellje ignorante pavarësisht nivelit të tyre të dijes. Ndërsa kjo fjalë, ky emër është shndruar edhe në folje.
Sikur është për shembull rasti kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtjen e Allahut fuqiplot nga thot en ejhala au yujhala alay, që unë të sillen me ignorancë ose ndaj meje të sillen me ignorancë. S'ka të bëj këtu thjesht me dije, ka të bëj me sjellje. Dhe fundja, dija dhe mosdija, dija dhe ignoranca realisht rezultatin përfundimtar dhe ajo që kërkohet, pra ajka është të sjellja, të qëndrimet konkrete. Përndryshe, njeriu mund të jetë shumë i ditur, e sjelljen të mos e ketë në nivelin e tij, pra në nivelin e njeriu të ditur, edhe këtij do t'i themi ignorant. Tjetri mund të jetë jo shumë i ditur, mirë po për shkak të sinqeritetit, për shkak të korrektësisë, për shkak se është, sikur se thuhet, i pasherr, e ka sjelljen shumë të mirë. Vallahi edhe këtij nuk mund t'i themi ignorant për shkak se i mungojnë disa informata. Pse? Për arsye se ai ato gjanat elementare i ka kuptuar mirë, se me njerëzit do të sjellur mirë. Kur e përmendni sjelljen, sa është e vështirë bashkëjetesa në një shoqëri ku ignoranca është e përhapur? Në të vërtetë, ignoranca është sprov, edhe është sprov e madhe, ndoshta ndër sprovat më të rënda. Ashtu sikur se e dim se edhe varfëria është sprov, ashtu sikur se e dim se edhe smundja është sprov, edhe gjëra të ndryshme. Frika, pasiguria është sprov. Gjithmonë përballë këtyre gjërave të cilat janë sprov, qëndrojnë begatitë e Allahut fuqiplot. Ignoranca është sprov, dituria është begati. Varfëria është sprov, mirëqenia është begati, smundja është sprov, shëndeti është begati. Sa është vështirë? Sigurisht që është vështirë. Megjithatë, çdo njeri, pavarësisht llojit të sprovave të cilat dominojnë në një shoqëri, ajo pjesa nëse bën ta quaj e pasprovuar ose e kursyer prej sprovës, ata duhet përpiqen që ta menjanojnë atë sprovë. Për shembull, po e marr shembullin e epidemisë. E dini, udhëzimet islame thonë që nëse njeriu ndodhet në një vend ku ka epidemi, mos të largohet prej aty nga frika se mos po e bardh virusin me vete dhe po e qet atje ku s'ka epidemi. Ose nëse nuk është në atë vend, edhe e din se e ke një punë, fillon vendin, nuk bën të shkohet atje nga frika se mos po infektohesh. Nëse kjo është për epidemi të ndryshme, mund të jetë epidemi e thjeshtë e gripit, megjithatë duhet bërë kujdes. Atëherë nëse ki jeton një shoqëri ku ka ignorancë, a çdo shoqëri ka ignorancë, po nëse themi jeton një shoqëri ku dominon ignoranca, edhe ti je pjesë e asaj shoqërie, atëherë cili duhet të jetë roli yt? Roli yt duhet të jetë luftimi i ignorancës. Ignoranca, sikur se thash, luftohet me dije, ashtu që çdo dije që ti e përhap, ajo e zën vendin e ignorancës. Sikur drita, shpeshherë kanë bë pyetje kur ndizet drita ku mbetet terri. Zhduket terri. Kur përhapet dija, zhduket ignoranca në mënyrë të natyrshme, edhe secili prej neve pastaj e ka obligim, do të thotë, që të bëhet bartës i dijes me atë sa i ka dhënë Zoti. Për këtë arsye edhe njerëzit janë të niveleve të ndryshme, mirë po secili e plotson atë pjesën e vet të punës, e kryen atë përgjegjësinë e vet, për shembull, për të dhënë mësim në shkollë fillore, nuk kërkohet kualifikimi i njëjtë sikur për të dhënë mësim në shkollë të mesme. Edhe për të dhënë mësim në shkollë të mesme nuk kërkohet kualifikimi i njëjtë sikur për të dhënë mësim në universitet ose në studimet postdiplomike ose kështu me radhë. Megjithatë, nuk ka mundësi një pedagog universiteti të thotë valla ata mësuesit ose mësueset e ciklit të ulët të shkollës fillore, s'është kurrë puna e tyre. Për çfarë arsye? Për arsye se çta studentat tu që janë sot janë produkti që aty në mësuesve të ciklit të ulët. Do të thotë secili e jep kontributin e vet derisa shoqëria të ngritet, derisa të luftohet ignoranca. Për shembull, prej gjërave interesante që përmenden në këtë kohë, luftimi i analfabetizmit. Do thonë shumë e rëndësishme sot çdo individ në shoqërinë tonë mund të jetë një luftar i paepur kundër analfabetizmit. Për çfarë arsye? Për arsye se çdo njeri prej neve i ka mësuar 36 shkronja dhe ka mundësi me ia mësuar dikujt që nuk i di, edhe pse elhamdulillah rrallë ka raste të këtilla. Po duhet të them, kemi mundësi ta luftojmë ignorancën. Kush mund të përhap dije nga këndi që i përket dhe që mund të. Është një logjikë e thjeshtë të cilën na e ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo lidhet shumë edhe me këtë pyetjen e tanishme, lidhet edhe me pyetjen paraprake që the nxënësi mi atë i kalu mësuesit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bellighu anni walau aya.
prej meje kumtoni përcillni qoftë edhe vetëm një ajet. Që do të thotë, një njeri e ka mësuar një ajet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk do të jetë pengesë, me thonë, jo valla, unë s'jam çaq i dishëm, unë jam i nivelit të klasës së parë, s'mund të bëhem mësues, me çat ajet nëse e ke kuptuar mirë, mundesh me u bë mësues. Mirë, po mos i te i kalo kompetencat. Sikur mësuesi i ciklit të shkollës fillore, që fëmijëve nuk ka nevojë të sqaroj dhe të shpjegoj gjëra të komplikuara të universitetit, nga se edhe po i diti, edhe pse realiteti është se në pjesë të madhe ndoshta edhe nuk i din, mirë, po edhe po i diti, niveli atyre fëmijëve nuk është për ti kuptuar edhe për ti perceptuar ato gjëra. Pastaj ka ardhur në hadithe tjera ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam lutet për ata njerëz të cilët u mësojnë njerëzve hajrin edhe mirësinë, edhe thot mes tjerash, thot përcjellni prej meje për arsye se ti që e përcjell një dije, ndoshta do t'ia çosh dikujt i cili ka për ta kuptuar më mirë se ti. A ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë? Sigurisht që ka mundësi. Një informat caktuar, ti e merr prej mësuesit ose e merr prej kudo qoftë, edhe ti si nxënës, si student e kupton më mirë se ndoshta ai që e ka kuptuar. Absolutisht janë gjëra të pamohueshme këto. Ekziston mundësia, edhe për këtë arsye pra njerëzit avancohen. Nuk duhet nguruar e as nuk duhet trimruar tejmase. Do të thotë mes këtyre dy gjërave mendoj se është ajo që është e ekuilibruar edhe e çelluar. Atë që e din, fol për te. Se je i kualifikuar nëse e ke kuptuar mirë. Atë që nuk e din, sikur se thon plesht ton, mos u fut në mal pas së pat, nga se s'ke çfarë ban vetëm se mundesh me humb kohën ose edhe me dëmtu veten me ndonjë gjë tjetër. Hoxha, është ignoranca shenja e kiametit? Dominimi i saj mund të themi se është shenjë e kiametit, megjithatë kur flitet për shenjat të kiametit të kësaj natyre, atëherë ato thjesht janë gjëra të cilat nuk kemi njësi matëse për ta vërtetuar se në çfarë mase kur përhapet ignoranca bëhet shenjë e kiametit. Por sigurisht po, nga se prej shenjave të kiametit është kur të mos ekzistoj Kur'ani më, njerëzit nuk e këndojnë më Kur'anin. Shenjë e kiametit është, sikur se thot pejgamberi sallallahu nuk do të bëhet kiameti derisa në tokë thuhet Allah Allah. Do të thotë kur do të vinë një kohë kur njerëzit se njohin Allahin, s'din kush është Zoti, atëherë sigurisht ignoranca ka arrit një shkallë shumë të rrezikshme edhe padyshim që është prej shenjave të kiametit. Mirë, po shenjat e kësaj natyre të kiametit, shenjat paralajmëruese, prapë po them, është vështirë ti trajtojmë në mënyrë konkrete për arsye se nuk kemi njësi matëse për to. Përderisa i dim ato shenjat e mëdha të kiametit, kur të ndodhë që kjo lind dielli nga perëndimi, e dim që ajo më është shenjë e qartë, s'ka nevojë për njësi matëse. Po çka është fitneja, hoxh, nga këndvështrimi islam? Fitneja ka kuptim shumë të gjatë gjithashtu, por nëse e don trajtimin e saj prap lidhur me temën, atëherë s'ka dyshim se fitneja është gjendje e mjegullt, gjendje e turbullt, kur njeriu nuk di se ka të orientohet. Edhe kjo më tepërmi ose në shumicën absolute të rasteve vije si pasojë e ignorancës. Për arsye se ndodhin situata në të cilat jeta, e kam thënë edhe sot në xhuma, jeta nuk funksionon sipas dëshirave tona dhe ëndjeve tona, por funksionon sipas asaj që sipas një rendi që e ka kurdis Allahu i madhruar, krijuesi i dunjas. Ne detyrimisht do t'i përshtatemi atij rendi, do të thonë do të funksionojmë ne si funksionon ai rend. Për këtë arsye gjatë verës veshim petka të lehta për shkak të temperaturave të larta. Gjatë dimrit veshim më të ngrohta dhe më të trasha për shkak të ftoftit. Nuk mundet dikush me thonë ja, unë s'm intereson kjo punë, unë verës du me dalë në këmish, dimrit du me dalë në këmish, ndërsa verës du me vesh pallton e ranë. S'mundesh, patjetër kime u përshtat. Në situata këto situata shpeshherë evoluojnë edhe në gjendje shumë serioze, edhe emergjente ku paraqiten probleme të panjohura. Probleme epilogu i cilave edhe mund të jetë edhe pa parashikueshëm. Andaj situatat e këtilla vetëm dia është ajo e cila njeriu e nxjerr me fytyrë. Do të thotë koha e fitneve, e turbullirave, e trazirave të ndryshme, vetëm dia është ajo e cila e bën njeriu, do të thotë që të kaloj, të mbijetoj turbullirave të këtilla edhe të mos shkoj poshtë, sikur se thojnë. Si për shembull, ndodh një stuhi.
njerëzit e mençur në të kaluarën kanë thonë, edhe mire kanë pas, kanë thonë stuhive njeriu do të me ju shmangë, me ju menjanu. Jo me u tregu se gjoja unë jam i Zotit dhe dua tash unë të përballem ose ta sfidoj stuhin. Stuhive do të më largu. Njeriu i mençur edhe i ditur e bën një gjë të tillë. Ndodh Zoti na ruajt një vërshim ose kështu me radhë. Ose do të më e kalu një lum, ai i cili nuk din not, çfarë do të ndodh me te? Do të mbytet. Ai i cili din not, nuk mjafton vetëm me e ditë notin, po me i ditë edhe disa mjeshtri. Do thotë mos me u mundu me notun kundër rrymës ujit, mirë po me shfrytzu pak edhe. Do më thonë, dia është ajo e cila njeriu i jep aftësi për të mbjetuar, sidomos në kohën e turbullirave edhe në kohën e mjegullirave të ndryshme të cilat Islami i konsideron si fitne. Faleminderit hoq, shikues të nderuar, këtu po përfundojmë pjesën e parë të emisionit, takohemi pas një pauze të shkurtër. Shikues të nderuar, rikthyem në pjesën e dytë të emisionit të sotëm Ecim së bashku dhe nga ky moment numri i telefonit tashmë po paraqitet poshtë ekranit tuaj televiziv dhe do të mirpresim telefonatat e juaj që mund na telefononi dhe të bëni pyetje lidhur me temën, por edhe pyetje të sferave të tjera. Atëherë, para se të mirpresim telefonatën e parë, do t'i drejtohemi Hoxhës me një mesazh që na ka arritur. Hoxh, një shikues pyetet kur bëjmë nijet për ndonjë sunet, a ta bëjmë niyetin të falemi për dikë tjetër që është i semur? Ekzistojnë disa gjëra të cilat njeriu ka mundësi t'i bëj për dikën tjetër, t'i ja dedikoj dikujt tjetër, sikurse është haxhi për shembull. T'i jap sadaka për njeriu e vdekur edhe t'ja dedikoj atij sevapin, mirë po, namazi nuk bëhet për dikën tjetër. Pavarësisht gjendjes së atij tjetrit, a është i gjallë apo i vdekur, i shëndosh apo i smur, mundet apo s'mundet, din apo nuk din, do të thonë namazi nuk i dedikohet edhe nuk bëhet niyet për dikën tjetër përveç se për vete. Ndërsa kur jemi te namazi nafile, pasi që pyetja ishte për sunetin, e suneti është namaz nafile, atëherë në këtë rast nuk prish punë që njeriu të bëj më tepër se një niyet, por gjitha ato janë për vete. Për shembull, ke hyn xhami, nuk ka kohë për të falë 2 rekat të tahiyatul mesjid për arsye se po thirret ezani, kryet ezani, fillon suneti, ti mundesh me niyet sunetit, me niyet tahiyatul mesjidit, me niyet mes ezanit i kametit. Do thonë nuk prish punë që nafilen ta bësh me më tepër se një niyet. Mirë, po të gjitha janë ato për ty, nuk ka për dikën tjetër që është i smur ose gjëra të ngjashme. Kalem tek një mesazh tjetër, a lejohet vetë me këndu Jasinin për të vdekurit, mos me shku te hoxha? Çështjen e Jasinit edhe të këndimit të Kuranit për të vdekurit në përgjithësi e kemi trajtuar shumë shpesh edhe kisha pas dëshirë, do të thotë se gjithë ata të cilët kanë interesim rreth kësaj teme, rreth kësaj pune, do të thotë tu kthehen ngadalë përgjigjeve, do të thotë që janë në këto pyetje. E kom përmend disa herë, po e përsëris prapë se dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me atë se a këndohet Kurani për të vdekur apo jo. Mendimi që unë e përkrahi personalisht është se nuk këndohet Kurani për të vdekur. Megjithatë, duke qenë se ka dikush prej dietarëve që ka thonë se po, pavarësisht se numri i tyre është i vogël, që po themi se ndoshta po u bëjka, por edhe nëse bëhet, atëherë më mirë është ti me e bë atë punë për prindin tanë, për të vdekurin tanë, se sa me shku te hoxha ose te kushdo tjetër. Për arsye se puna e sevapeve, puna e dobis që kemi dëshirë që të përfitojnë ose të përjetojnë atë dobi të vdekurit tanë, lidhet shumë edhe me sinqeritet. E nuk mundet ai i cili nuk e ka njoft babën tënd, as se ka pa kurrë, as se din, s'ka as lidhje emocionale me te, as si u ka dhimbt kur ka vdek, as se ka marrë malli për te, tani më që është i vdekur e kështu me radhë. Ai nuk mundet me ja kënu Jasinin me sinqeritet sa e këshe kënu ti. Edhe pse prap po them, lexoj Jasinin edhe e merr vesh edhe përgjigjen se për çka Allahu e ka zbrit Jasinin, edhe për çka e ka shpall Kur'anin përgjithësi. Po prap po them, nëse e kalojmë këtë punë, atëherë këtë punë do të njëri vetëm i marr. Kjo ndoshta është hoxh e nevojshme ajo që that më herët, sikur ai njeri që e lexon një sure dhe nuk e din kuptimin, do thotë dallon. Ka dyshim, për këtë arsye edhe të lexohet në këtë rast edhe në gjuhën shqipe që të kuptohet. Mu shpesh herë më pyesin bujar, shpesh herë më pyesin
a numrohet hatme nëse e lexojmë përkthimin e Kuranit shqip. Edhe unë shpesh ju tham, çka jeni lidh mas kësaj, a numrohet hatme, a nuk numrohet hatme. Nëse ti din me këndu Kur'anin në original, e lexon prej fillimit deri në fund në arabisht për sevap, ama ty duhet me e marrë vesh çka ka thonë Zoti ty në Kur'an, çka ka lyp Zoti yt prej teje. E ç'ki me e marrë vesh ti kurse kupton gjuhën e Kur'anit? Dush me lexu shqip. Do thonë dush me lexu përkthimin, komentin, madje prap ki me hasën pa qartësi, do të me i pyet njerëzit që dinë me ti sqaru këto gjëra. Edhe mos me u ndal na me u lidh disa gjëra, mas disa thjesht nocione, jo a numrohet hatme, as numrohet hatme, a bën Jasinin, as bën Jasinin. Ka pe lexo Kur'anin shqip, me ndarë ti, mundo me kuptu shumë prej atyne përgjigjeve, shumë prej atyne pyetje dhe dilemave të cilat i kime hasën përgjigje për ta. Dhe tani kemi telefonatën e parë që është në linje, mirëpresim, alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam. A bani pyetje? Po, patjetër, urnoni. E kam një pyetje për hoxhën, a ka mundësi më na fol pak për vlerën e dietarëve dhe akutat që i bën dietarëve dhe ndjekën dietarët në bidate. E qartë është, faleminderit për telefonatën. Një pyetje shumë e rëndësishme, hoxh. Po. Pyetje e rëndësishme, por tjera lidhet shumë edhe me temën. Allahu i madhëruar ka folur në Kur'an për dietarët, edhe dietarët nuk janë kategorie caktuar e njerëzve. Dua të them, dietarët nuk janë sikur se pejgamberët. Pejgamberin Allahu e ka zgjedh prej snalti, në mesin e një populli, filani ka me kon pejgamber. E ka dërgu me lekun Xhibril, i e ka dhënë shpalljen edhe ai është bë pejgamber. Pejgamberllëku është për zgjedhje, s'mundet njëri me e fitu. Me u bë dietar, edhe ajo në mënyrë indirekte është për zgjedhje, po dua të them se çdo njeri është kandidat potencial me u bë dietar. Çdo njeri, absolutisht pa përjashtim. Çka duhet me bë? Veç bënu i sinqert edhe ndjekë rrugën e dijes, mëso edhe ki me u bë dietar. Kur njeriu arrin me u bë dietar, atëherë përgjegjësia e tij ashtu sikur se vlera e tij rritet shumë. Do thonë vlera e dietarit është shumë e madhe, por edhe përgjegjësia e dietarit bëhet e madhe. Për çfarë arsye? Për arsye se pastaj dietarin njerëzit e shohin, e shikojnë si referencë. Qëre filan dietare, ose qëre filan hoxha që thonë të ne. Valla e pash hoxhën të ba. Realisht nuk është dasht me thonë njerëzit që shtu mirë, po është e natyrshme, e pash hoxhën. Për këtë arsye, kjo i ashton përgjithësinë hoxhës. Jo vetëm në atë çka po flet, por edhe në atë çka po vepron. Për këtë arsye ka qenë shumë demagogjike ajo që e ndigjonim të kaluarën nga njerë duke thonë, jo ka thonë hoxha, mos më këshyr ç'a bëj on, po ngam çka thom on. Jo. Hoxhën edhe do të më këshyr edhe do të më ndigju. Edhe në momentin që e shohim se fjalët e tija edhe punët e tija s'po përputhen ndërmjet vete, e pastaj s'bashku s'po përputhen me ato që ka thonë Zoti, atëherë atij do të më thonë selam aleikum, se du me lyp dikon tjetër se më si njerë sikur ti s'du me pas po. Domethënë dietari ka vlerë të madhe, po ka edhe përgjegjësi të madhe. Vlera e tyre qëndron në faktin, për shembull që ka thënë Allahu i madhruar, yarfa'illahu alladhina utul ilma minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngris ata të cilët besojnë edhe të cilëve u është dhënë dija në shkallë të larta. Në surën Ale Imran, Allahu i madhruar thot shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika. Allahu ka dëshmuar se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Ai edhe engjujt. Dëshmia e Allahut është e pakontestueshme. Dëshmia e engjujve është e pakontestueshme, gjithashtu si janë krijesa të pagabueshme. Mirë po, wa ulul ilm. Allahu i ka bë dietarët gjithashtu dëshmitar të kësaj të vërtete. Pse? Për arsye se edhe pse dietarët në esencë janë njerëz edhe mundësia e gabimit për anës tyre është evidente, megjithatë për shkak të dijes që kanë, ata janë më të mbrojtur dhe më të garantuar prej gabimeve se njerëzit e rëndom. Do të thotë, edhe dietarët janë njerëz edhe ata gabojnë mirë, po gabojnë më pak se njerëzit e rëndom për shkak të dijes që kanë. Dhe dietarët në një farë mënyrë janë siguresa e mirëqenies së një ummeti. Çdo bashkësi, çdo komunitet, do të thotë siguresën edhe garancën e kanë te dietarët e tyre. Për arsye se sikur se e dim, në masa të gjera mund të ketë njerëz të natyra të kategorive të ndryshme, të niveleve të ndryshme, mirë po dietarët janë ajka e një populli, ata të cilët e udhëheqin popullin ashtu si duhet. Edhe tek akuzat që bën për dietarët, por do të mirëpresim fillimisht një telefonat. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam.
A bani pyetje për hoxhën? Po bën, Urrani. A bani me shku për 2 vetë bedel në qabe? E qartë. E kuptuam pyetjen, faleminderit. Hoxh, shikuesi gjithashtu përmendi edhe çështjen e akuzave që drejtohen tek dietarët. Tash un kur thash dietarët janë siguresa dhe janë garanca e një populli, ata që janë dashakçinj, ata që ja dojnë të keqen atij populli, atij komuniteti, përpiqen që të shkaktojnë aty në dëm sa më tepër, ndërsa dëmin më të madhin e shkaktojnë nëse u asgjësojnë dietarët. Edhe gjatë historisë luftrat kur janë bë, do të thotë gjithmonë armiqt, caki armiqve kanë qenë dietarët e një populli, për arsye se nëse i menjanon dietarët, atëherë popullin është lehtë me manipulu e kështu me radhë. Edhe sot ne hasim shpesh në akuza kundër dietarëve, akuza të adresuara nga çarçe të ndryshme, është shumë interesant. Megjithatë e kam thënë edhe po e përsëris prapë, e kam thënë edhe në të kaluarën publikisht, kur i ndëgjojmë njerëzit duke i akuzuar dietarët, duke i etiketu dietarët, duke u mundu me i rëzu dietarët, atëherë dije se projekti nuk është dietarët me emrin edhe mbiemrin e tyre, por rënimi i islamit. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e shikuesit tjetër, thotë a lejohet të shkojmë për 2 vetë me njëherë bedel? Jo, të më thotë shkuarja për ta kryer haxhin bedel, pra si zavendësim për dikend, i ka kriteret e veta. Është kushti për shkak që ky që shkon mas pari me pas kry haxhin për vete, edhe pastaj nuk mundet për 2 persona për njëherë me shku bedel. Veç për një. Të shohim nëse kemi telefonat, do ta inkuadrojmë. Vazhdojmë me një mesazh. Hoxh, një pyetje thotë kështu: desha të informohem thotë më shumë për duan e istiharës, a duhet ta themi duan pas selamit apo pas etehiatit? Dhe a mund ta themi në gjuhën shqipe? Nëse dëshirojmë me e bon namaz, ose nëse shkojmë ka ajo që me e bon namaz, atëherë do të me mësu në original, që ja u ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve. Sigur se thot sahabiu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson të istiharën, sigur se na mëson të një sure të Kur'anit. Që do të thotë se me tekst, me citat caktuar, ata e kanë mësu istiharën edhe nuk kanë ikë prej asaj. Dhe nëse e këndojmë namaz, do të me e këndu që ja u ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e këndojmë pas namaz, ti falim 2 rekate, pastaj e bëjmë duan istiharës, prapë është më mirë ta themi në original për shkak edhe të bereqetit të shprehjeve, mirë po edhe nëse shkojmë ka ajo me e thon shqip, thjesht e kemi parashtruar një kërkesë para Allahut fuqiplot, një gjuhë të cilën ne dimë me shpreh, e cilën Allahu i madhruar sigurisht e kupton edhe s'ka kurrë të keqe. Vazhdojmë me një mesazh tjetër, kemi pyetje të shumta Hoxh, por fatkeqësisht shumë prej tyre ndonjëherë janë edhe të pakuptueshme, andaj nuk do të marrim përgjegjësinë që t'i lexojmë sepse mund të keq kuptohemi. Një mesazh thotë, a është gjuna të mbajmë pëllumba? Mbajtja e plumbave, mbajtja e kafshëve shtëpiake, e shpezve, e kështu me radhë nuk është gjuna. Veç se ka përgjegjësi. Do të thotë një njeri i cili nëse mba plumba, atëherë do të më ushqyj ata dhe do të më trajtu mirë. Ka ardhur në hadith nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, thotë se një grua ka shkuar në xhehenem, pra e ka çu Zotin në xhehenem për shkak një mace, të cilën ajo e ka mbyll, e ka nguju. As nuk i ka dhënë me hëngër, do të thonë nuk e ka ushqy, as nuk e ka lënë që ajo me dal vetë edhe me ushqy. Kështu që ai i cili mba plumba thjesht veç për çef nuk ka problem. Mirë po, sa e di unë çështja posaçërisht e plumbave është bën një lloj pasioni, ose ka qenë të kaluar ka qenë ndoshta më i theksuar, një lloj pasioni i cili eventualisht mundet me pas edhe si më thon refleksione negative, për arsye se për shembull ata që janë marrë shumë me plumba e kanë humb kohën, ndoshta e kanë në një farë mënyrë edhe në llogarit kujdesit ndaj familjes, të punëve personale, mos flasim namazet e kështu me radhë, çast dhonën mas plumave, në raste të këtilla, edhe gjëja e lejuar mundet me u bë e ndaluar. Mos flasim pastaj edhe për konfliktet e ndryshme që kanë lindë mes njerëzve për shkak të këtyre pasioneve të pakontrolluara dhe të pamenaxhuara mirë. Një pyetje vjen rreth zekatit, thotë nëse paratë të cilat i kemi ndarë për zekat rreth 1000 euro e ca kanë humbur në një darshëm apo na i kanë vjedh. Çfarë të bëjmë pasi janë vjedh paratë?
ai cili don me i dhon 1.000 euro zakat, ai i pas ka 40.000 euro kapital. Se çashtu i bjen. Tash ati që janë vjedh 1.000 euro i kanë me 39.000 euro, përsa të 39.000 euro do të me dhonë zeqat. Nga se ato pare pavarësisht pse i ke dati, po si ke dhonë. Veç i ke thonë qëto janë për zeqat, ama nuk i ke dhonë. Kështu që obligimi mbetet. E më presim taj një telefonat. Alo? Selamun aleikum. Aleikum selam, ju lutemi fillimisht largoni prej televizorit. Tash që se a muj së ne kum rrihen namazën e drekës. Edhe njëherë të lutem? Së ne kum rrihen namazën e drekës. Po? E që tash namazë i që ndijet, a bon mi falë të dijet bashka, jo, a më zihëna? E qartë, të shpyetja, falinderit për telefonatën. Ka ikur namazi drekës, si duhet të pruar? Spari, pa tjetër e kam me thonë që namazin nuk do të me lonë me të ikë, se shpesh herë po thonë, s'ko mujt me emri, me e falë në ko. Ti po thu s'ko mujt me emri, po ndoshta ke mujt, po për shkak se ke qenë i shkujdesshëm, s'ke qenë sa duhet i vëmendshëm për vlerën e namazit e kështu me radhë, ke lonë vetë me të ikë, me ndonjë angazhim, ndoshta edhe pa të parëndësishëm. Si do të jetë? Spari, do në thotë du të me e kuptu se Allah i madhruar ka thonë inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bë obligim për besimtarët në kohë të caktuar. Kështu që duhet me e kuptu dhe me respektu me shumë përpikmëri namazin edhe me kohën e vet. Nëse eventualisht ka ndodhur që na ket ik namazi i drekës me apo pa arsye, nuk ka rëndësi. Tash ka ardhur namazi i kindis, çka me bë? E fal namazin e drekës, pastaj e fal namazin e kindis. Të shohim nëse kemi telefonat tjetër, do ta mirpresim, apo nuk kemi telefonat? Po, e kemi telefonatën, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A ban me bojnë pyetja rreth namazit? Po, nani? Unë të hadithin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai si vjen se e më shpesit, nuk e pranohet namazi. Unë kam problem për syve. A më pranohet namazi, ka jetë që duhet me më flerë syt, apo ju, edhe disa me boni, disa me një sharje lidhe me dë që e akuzojnë djetarët, dë e akuzojnë që e kalbonin, dë e banifin e imam shafione, që në dënimi t'yne. Selam aleikum e falim. Aleikum selam, falinderit për telefonatën tuaj. Ai që mbyll syt në namaz hoxha, i pranohet namazi? Une për herë të parë po ndëgjoj se pas ka hadith ai që i mbyll syt që nuk i pranohet namazi. Kështu që ai vllai tha unë kam problem me sy, po edhe mos me pas problem me sy, nëse i mbyll syt në sejdë është fjala, nuk ka problem. Se më duket se pyetja ke për sejdë nëse i mbyll syt. Jo, nuk ka problem, absolutisht mos u bën marak për këtë punë. Çfarë është dënimi për ata që akuzojnë? Para se përmenda vlera dhe përgjegjësia e dietarëve është shumë e madhe, po në një farë mënyrë edhe shenjtëria është e madhe. Kur them shenjtëria, nuk e kam për qëllim që ata janë të shenjtë. Mirë, po sikur çdo njeri edhe sikur çdo musliman që nderi, pasuria, jeta e tij është e shenjtë, e paprekshme për neve, ajo shenjtëri kur janë pyetje dietarë bëhet akoma më e madhe. Kështu që nëse përgojimi është haram, me përgoju një musliman është haram, atëherë me përgoju një dietar është akoma më haram. E kështu me radhë. U përmendën dietarët e mëdhej të Islamit, Ebu Hanifja, Shafiu, për dietarëve të hershëm, sot mas gati 13 shekujve që kanë jetu këta dietarë. Wallahi me uçu krejt dunjaja me fol kundër tyne absolutisht nuk mundën me ja ul vlerën. Për çfarë arsye? Për arsye se për 13 shekuj rresht ummeti islam i ka pranu këta dietar. Wallahi me pas hilen ta, Allahu nuk e kish mundsu një famë të këtill, edhe nuk i kish bë këta njerëz kaq të pranu në mesin e dietarëve, në mesin e muslimanëve. Kështu që, nëse dikush ngritet edhe flet kundër tyne, na veç e këshyrëm edhe thojmë kuku për çit njeri çka e pas ka gjet, mos i kofsha në lëkurë. Absolutisht muslimani nuk duhet me u hamend, mund është sot me ndigju gjana ku diun çfarë, me thonë valla Ebu Hanifja i shkon çështo edhe çështo.
Vallahi vetë çat njeri që e sheh të ofon le të dhimbet, thuj mos vet për këtë njeri çka pas ka gjetë. Kemi tani një telefonat, do ta inkuadrojmë, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Me qenë se punoj në Arsen, prej orës 12 deri në ora 5, vaktin e drekës nuk mundem me falë, as t'i kindis. Çfarë mund të bëj? E qartë është pyetja, faleminderit. Një punëtore e arsimit. Po. Mirë. Domethënë isha duke folë për dietarët veç ta përmbylli. Kur njëjtë është edhe për dietarët bashkohor, sikurse është Sheikh Albani ka pas dietar, domethënë edhe ka alhamdulillah akoma dietar. Njerëz që e kanë kaluar jetën e tyre në shërbim të islamit, njerëz të përkushtuar, njerëz të dëshmuar me devotshmërinë e tyre, me modestinë e tyre kështu me radhë. Del dikush edhe i shan edhe i ofendon. Ai vetëm se e konfirmon ignorancën e vet, eventualisht edhe urrëtitjen e tij ndaj islamit. Kështu që nuk do të na shumë me u marr me ata njerëz. Koha e punës, sidomos në kohë kur shkurtohet dita më tepër, nëse punon për 12 deri në 5, sikurse e përmendë. Domethënë falen ose do të me gjetë në pauzë me e fal drekën, se i kindin kur thesh në shtëpi e fal. Sidomos derisa është akoma koha e verës, dita më e gjatë. Ose nëse është dimnit, domethënë prej 12 deri në 5, atëherë drekën e fal para se me shku në shkollë, për arsye se ajo hyn para 12 dreka. Ai këshyr në takvën hyn diku rreth 20 në 12 dimnit, e fal edhe shkon në punë. I kindin e fal në pauzë masandej. Domethënë duhet muslimani me gjetë mënyrën për me e fal, me e kry obligimin ndaj Allahut fuqiplot. Nëse duket vetja se kur qysh s'po mundesh me ja dal. Veç nalu dhe thuj, o Zot, unë ty po du me të boj ibadet. Unë që të namaz po du me e fal për ty. Mundësoma. Ama thuje me sinceritet. Edhe shpresa shumë e madhe që Allah ka me ta mundësu. Ka me ta rrugdar. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Në dhe është një pyetje për hoxhën e nderuar. Po? Hoxhën e fali për vazh namaz, po punoj e kom punën në për teren, punoj në për shtëpia të huaja. Edhe një natë në ka rast shtëpisë para një javë kështu. Namazi i parë i atij që më ka ikë mbas 12, domethënë ku pozicioni jam tash në çfarë, një herë ndodhi, por për rrethana ndryshme nuk mund ta marrë me fal, se çfarë është sapi që nuk kishte ajo pak në më fal aty, po edhe më dhesh pa tjetër bas 12 me fal, që vish mund të kemi ikë sa më tepër, edhe të do kemi kryq ato obligime me ikë aty. E qartë. A kemi më tregu çka për këtë asi. E qartë. Faleminderit që na telefonuat. Namazi i jacis e ka kohën prej se të përfundon koha e namazit të akşamit, juridikisht po flas, deri sa të hyn koha e sabahut, pra deri në imsak. Krejt kjo është koha e namazit të jacis. Pastaj brenda kësaj kohe, preferenca është që me e fal në gjysmën e parë të natës jacin. Që do të thotë se nëse ki mundësi me zgjedh, atëherë më mirë është me e fal derisa nuk ka kalu gjysma e natës. Nëse për ndonjë arsye s'ke pas mundësi me e fal, atëherë edhe mas gjysmës natës e ke fal jacin, në kohë e ke fal, nuk ka arsye për shqetësim. Domethënë juridikisht jacin e ke fal në kohë, edhe pse ka kalu koha 12. Shajmë nëse kemi telefonat tjetër. Jo, nuk kemi telefonat, vazhdojmë me një mesazh. Thotë jam e martuar, por burri im nuk më fol asgjë mua. E shpesh bëhem nervoz se tër kohën e kalon duke shikuar televizorin. Çka të bëj? Prishja televizorin mas pare. Pyete veten, pse televizori më kon më interesant për burrin tënd se ti që je nusja e tij. Do të bënja vetës që të pyetje mas pare. Edhe nëse e gjen përgjigjen, atëherë mundohu me pru punën që ti më u bë më interesant se televizori. Pastaj duhet me fillu me komuniku, gjeje një temë në cilën do të thotë mundi me gjetë gjuhë të përbashkët dhe për një me konë tema më interesant se sa shikimi i televizorit. Veç mos ja bën sikur ata ishin konë do gjuetar,
Edhe këtë muhabetet po rinë mramje odave kështu me radhë, këtë muhabetet rreth gjuetisë. Zagari jam qështu e pash një lepër qështu e mora në shënjestër qështu anë i knej dikur njën i tha a bom bre burra të ndrojmë temën edhe të flasim për diçka tjetër se u bo bajat kjo muhabet veç për gjueti po flasim edhe u morëm vesh që mos me folë për gjueti mirë po u heshtën të gjitha fjalë, të gjitha lafet. Dikur tha, a din qka, a kthejmë tha prap të zagarë se më do këtë se nuk po na ecë. Me gjet një diçka për me mujtë me bisedu. Do më thonë, këshirë bonët tim për burin tonë ma interesant se televizore. Edhe nuk po e them këtë fjalë, veç thjesht hajtë për mirë, po për një mend, ti e gruaja e ti edhe duhesh në çdo mënyrë ato me e bo për vete. Mos me lanë me ta marrë televizori burin. Do më thonë, gjithmonë pyet e veten, edhe kërko përgjegjësinë personale te nëse dikush ta morë burin, pse? Mos e lashoni diçka mangut, do më thonë kujdesin, dashurin, afërsin, e kështu me radhë. Nëse ti jep vetit me korektësi dhe sinceritet, vetit notat kaluese edhe pozitive, atër nëse ndodh diçka, thuj, ka konë sprovë që ka me bo. Ama, mos i leni gjanat në asgja, po sa qërisht raportet ndërmjet bashkëshortëve janë shumë të rëndësishme, do më thonë, nuk ka, unë shpesh them, nuk ka njerëz më të afërt se sa burri për gruan edhe gruaja për burrin. S'ka hiç. Dhe tani, para se të bëjmë një pauzë, do të mirëpresim një telefonat që është duke pritur në linje, alo? Alo, salam aleikum. Aleikum salam. Desha në pyetje u gjithë me bo. Po? Unë e poli 5 zotë namaz, Po? jam 67 vjeçar, po kam problem pak me urimin. Po? E pa moshme, pa u lau pak. E qartë. E kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit për telefonatën, ndërkohë shikues të nderuar, tani do të shkëputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Rikthehemi shikues të nderuar për të vazhduar me pjesën e tretë të emisionit të sotëm të drejt për drejt ecim së bashku. Tani hoq do t'i përgjigjemi pyetjes së shikuesit që telefonoi më herët. Në fakt edhe një shikues i kishte lënë pyetje të ngjashme në regji, do thotë ka problem me urinimin. Më fal hoq, po inkuadrojmë një telefonat me që është në pritje. Alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum salam. A bani pyetje për hoxhën? Po, bën, nani. A mundën me dal fëmia, masi që të folet ikindia jashtë? E kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit për telefonatën. Hoxh, i përgjigjemi shikuesve më hershëm. Në të vërtet i dim ato gjëra të cilat e prishin abdestin, e një prej tyre është edhe rrjedhja e urinës, do të thotë e prish abdestin. Mirë po, Allahu i madhëruar ka parapa edhe rregullat të veçanta për raste të jashtëzakonshme. Sikur se është, do të thotë, edhe ose për shkak të pleqërisë ose për shkak të komplikimeve të ndryshme shëndetësore, disa njerëz nuk kanë mundësi, do të thotë, ta mbajnë urinën gjatë, edhe gjatë lëvizjeve u pikon ajo. Në këtë rast, do të thonë, njerëzit në këtë gjendje, unë mendoj se të dy, edhe i nderuari i cili na u paraqit me telefonate, edhe pyetja që është lënë te regjia është prafërsisht e njëjta gjë. Nëse kemi rrjedhje të vazhdueshme e cila nuk mund të kontrollohet thjesht, atëherë njerëzit e këtill, njerëzit në situata të këtilla presin hyrjen e kohës së namazit. Marrin abdest, pastaj lidhen namaz pavarësisht çka ndodh e vazhdojnë namazin për arsye se sikur të thonim se jo valla ty sa herë të pikon urina ty tu ka prish abdestin, dush me për 3 abdestin, ti s'kishe mujt kur me u fal. Kështu që Allahu i madhruar e ka lehtësuar këtë gjë në këtë formë. Është rasti i jashtëzakonshëm me dispozita të veçanta. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. A bëni pyetje për hoxhën? Po bën. Prinde Ramazanin e fundit ka qenë smut, po ai ka vdekën tash i vetë. Unë do sa me pyet hoxhën, çish mund në çat Ramazan babës mia pagua. E qartë. E kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit për telefonatën. Kishim një pyetje më herët, fëmijët a bën të dalin për xhamis pas ikindis? Jo për xhamis. A bën të dalin? Të dalin vetëm.
fitja, Të dalin jashtë. Të dalin për të luajtur. Unë kuptova prej xhamis, në rregull vazhdojmë hoq. Shqyqër që jena 2 vetë bojarë se ndoshta kishim me deviju ndonjë pyetje. Fëmijët bën të dalin pas ikindis për të lozur, por është shumë me rëndësie dhe kjo është një këshill serioze për të gjithë prindrit që ezani i akşamit mos me i zon fëmijët jashtë. Dhe më thonë nanat sidomos, edhe babalart, do t'jenë të kujdesshëm, e shohin se valla ka mbet edhe 10 minuta ezani i akşamit, do të më dalë me i thirr fëmijët edhe me i fut mrenda, për arsye se sikur se ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është koha në cilën shejtant zbresin tokë edhe përhapën me të madhe. Mos me i lën fëmijët në pamshirën e tyne, mos me i lën me na gjet diçka, dhe është gjë më e mirë. Domethënë derisa është ditë, edhe siguria është më e madhe, dhe të gjitha aspektet tjera, koha e perëndimit të diellit, fëmia me qenë në shtëpi edhe me u marr me punët e tyne në mbikëqyrjen e familjes. E tani kemi një telefonat në linjë, alo? Selamu alaikum. Aleikum salam. A ka mundësi një pyetje hoxhës nderuar? Po. Atëherë, vllahun tim e ka begatu si prek Allahu me një djalë, elhamdulillah, edhe kemi vendosur me çojt Omer, tamam si prisi muslimanëve Omeri radiallahu anhu, mirë po vllau ka dyshim ata shkruaj me O apo me U, Omer apo Omer, kjo tamam si origjinale. E qartë është edhe kjo pyetje, faleminderit për telefonatën. Hoq, një gjykuese më herët thosë se prindi gjatë Ramazanit ishte i sëmur, pastaj ka vdekur, por bëhet fjalë për kompenzimin e ditës. Po, mos pari, inshallah Allahu i madhruar e ka përfshi prindin e juaj me rahmetin e vet. Edhe derisa kalon pas vetës pasardhës e vlad që edhe pas vdekjes tyne shqetësohen për këto gjana, unë mendoj se edhe ai do të ketë qenë njeri i mirë, inshallah Zoti e ka mëshiruar. Derisa ka qenë i smut, ai nuk e ka pas obligim agjerimin. Mirë po ka mujt me e kompenzu me fidje, dhe nëse nuk e keni bën një gjatë tillë, atëherë mundini me e bë tash, inshallah. Kemi telefonat? Po, e inkuadrojmë, alo? Iku telefonata, vazhdojmë tek pyetja tjetër. Emri Omer apo Omer, për mendimin tim nuk është shumë e rëndësishme, derisa e kemi parasysh se për çfarë emri po bëhet fjalë edhe për shkak të cilit personalitet po dojmë me emërtu kështu. Për arsye se në origjinal emri i Omerit radiallahu anhu është me ain, Omer. E tash këto është e pamundur me transkriptu 100% shqip me e bë. Kështu që nëse e regjistron Omer, tingëllon pak ma bosnjakisht, nëse e bën Omer, mirë është, në rregull është, edhe nuk ka problem. Rëndësia është po dihet se për cilin emër është fjala. Do të vazhdojmë me një mesazh. Një shikues thotë i them gruas se kam dëshirë me u shminkat, ajo nuk e bën një gjë të tillë. E bën vetëm kur shkon dikund. Allah, unë po mendoj se çka ka një problem serioz. Kur them problem serioz, nuk e të kalon dimenzionin e asaj çka ke pyet, edhe për çata po flas, jo për diçka tjetër. Nuk paragjykoj në asnjë mënyrë. Gruaja e ka obligim që të zbukurohet për burrin e vet, jo për hallk. Edhe burri, njëjtë, e ka obligim që të zbukurohet për gruan e vet, jo për hallk. Na fatkeqësisht, në shumë raste e vrejmë të kundërtën. Njerëzit në shtëpiat e tyre rrin do si do. Burri shkon te shtëpia, i hjek ato teshat e mira që i ka pas kur ka qenë në qytet, veshët gjithçysh, edhe rrin ashtu si pa përkujdesje për dukjen e vet. Edhe gruaja njëjtë. Çka ndodh masanej? Burri thotë valla gru, më thirrën do shok me dal, kështu xhomi ata pantollat e pastra, atë këmishën e kurosën, ato kështu. E pse more deri stash najte me gruan tonë, me më të afër, me tonë najte gjithçysh me ata që thjesht shok i kipo, megjithatë. Pse po zbukurohet? Edhe gruaja e kundërta. Në shtëpi rrin doket si mi pas 50 vjet ose 60 kur del, mundohet me u dok sigur mi pas 18 vjet ose 20, edhe kjo nuk është në rregull. E posaçërisht te gratë. Gruaja do të më pas parasysh se përdorimi i makiazhit edhe i zbukurimeve për konzum të jashtëm e ka të ndaluar. E ka të lejuar veç për burrin e vet, për arsye se ai është gruaja e burrit, edhe duhet vetëm burrit vet me ju ndreq edhe me ju shminku, e jo dikujt tjetër. Kështu që këto gjëra tash përpiquni të dy të bashkë, ndoshta çka i thash parës asaj motrës që tha
burri po këshyrë shumë televizore edhe ti mas pari o burr lype fajtorin të vetja, pse gruaja jote s'po shminkohet për ty, pse s'po të ngan. Mas pari thuj vetës, ku kam gabuar që gruaja mu s'po më ngan. Pe qëtu fillo me e lyp fajtorin deri të gjojsh. Fajtorin e kom fjallën fajin, jo fajtorin njeri. E pastaj, kur të gjojsh fajin ose shkakun, fillon me e shëru edhe besoj që zgjidhen problemet. Nuk ka problem shumë i madh, megjithatë mos me lon me u bë më i madh. Kemi një telefonat tjetër në linjë, alo? Alo? Alo, po i dëgjojmë, alo? Po i dëgjojmë realisht zërin tonë nëpërmjet telefonatës. Ju lutem inkuadroheni. Ka ikur telefonata, vazhdojmë me një mesazh tjetër, Hoxh. A është gjuna me çajt për të vdekurit? Jo, me çajt nuk është gjuna. Me vajtu është gjuna. Edhe mendoj se është shumë i qartë dallimin mes çajturit dhe të vajtuarit. Me çajt është diçka e natyrshme. Përveç që është e natyrshme, është diçka mbi të cilën ne nuk kemi kontroll. Kur të vjen me çajt, nuk mundesh me u ndal. Kur të vjen me qesh, nuk mundesh me u ndal. Për këtë arsye, të çajturit për të vdekurin është dëshmi e dhëmbshurisë, e dhëmbshuria vije si rrjedhojë e mëshirës, edhe kjo të gjitha këto janë gjëra shumë fisnike dhe shumë të mira. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka çajt për të birin Ibrahimin i cili i ka vdekur si foshnjë. Edhe janë çudit njerëzit kur e kanë pa, kanë thonë ja Rasulullah, ti po çana? Ka thonë kjo është manifestimi i mëshirës që Allahu e ka vënë në zemrat e njerëzve. Që do të thotë se absolutisht nuk ka kurrë të keqe nëse njeriu çan për vdekjen e të dashurit. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Keni pyetje? Po, të për Hoxhën. Po? Kemi konë për e falë namazën e këndis, mirë po Hoxha i fali 3 rekate, 2 herë në të mësese, edhe dha selam ditën në herë. Edhe pas taj u tu edhe 1 rekate vazhdoj. Do se si ka bo mirë, do s'ka bo mirë. Se s'te goni një tëtë. Faleminderit për telefonatën. Hoxh. E qartë. Këto janë gjërat që ndodhin. Nga se ai nuk e ka bë me qëllim, por ka menduar se i ka fal 4, edhe e ka përfunduar me 3. Në momentin që i kanë treguar, sigurisht i kanë thonë Hoxh, 3 na i fale, ajo çu e ka fal edhe një, ka dhënë selam, i ka bë 2 sejdë të përmirësimit, nëse i ka bë, nuk e kuptova a ka bë sejdë ajo, edhe është plotsuar namazi 4 rekate. E njëjta gjë ka ndodhur një herë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka fal namazin drejt ose i kindi ka qenë, edhe ai sallallahu alaihi wasallam në vend, do të thonë ka dhënë selam pas 2 rekateve. Kur ka dhënë selam, i ka thonë dikush ja Rasulullah, a u shkurtu namazi apo harrove? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke mos e ditë se i ka fal veç 2, ka thonë as u shkurtu as harrova. Atëherë i thanë ja Rasulullah veç 2 na i fale. Edhe u kthy ka thonë xhamatit, a është e vërtetë që po thotë ky po? Çonë ti falim edhe 2, i kanë falë edhe 2, domethënë se ka përsërit namazin. Këtu duhet të jemi të vëmendshëm. Nëse për shkak të harresës japim selam para kohe, mas rekatit 2, mas 3-tit, edhe dikush na thot 3 i fale në vend 4-ve, çosh e fal edhe një, jep selam, i bën 2 sejdë që i thon sujudus sahw, sejdja e harresës, edhe përmirësohet namazi. Do thonë nuk ka problem. Kemi tani një telefonat tjetër, alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Vani pyetje për Hoxhën? Po? Se kam i vajz, ka 13 vjeçar, 13 vjet. Po mësuat që 2 vjet atë din. Po thotë njëra mam tash pe u vedin. Apo din e ka pas se që se konë në mundshme, ko se mund të dim mama se u va numri për të rajhoj me shumë bërë ufë në kësha pas dëshira, gjen. Ose gjelan që se për Kosovës. Në rregull, numrin... Të sene, e për ufë të vitin të për Atëre, rini në linje, do të kontaktoni me njëherë tani me regjin dhe do t'ju japin numrin. Po. Faleminderit për telefonatën. Selamu aleikum. Selam.
Kemi raste të shpeshta Hoxh që paraqitet kështu. Më lejo Bujar veç pak shkurt, sigurisht që komplikimet e ndryshme ndodhin, janë sprova, sikur smundjet organike dhe fizike, ndodhin nganjëherë edhe komplikimet natyrave tjera dhe shqyqyr që Allahu nuk kalon smundje pa ilaç, nuk kalon problem pa zgjidhje, veç se duhet me lyp atë. Në këtë rast rukja, ajo që quhet rukje, pra trajtimi me Kur'an, është gjë e mirë, edhe mirë është me e provu, për arsye se nuk ka kur gjë të keqe. Të vazhdoj me leximin e një mesazhi, thotë një pyetje, një njeri bën shumë të këqija, nëse shkon në xhami e falet, ai falen të këqijat e tij. Tash pyetja mas pari dy gjëra do t'i them lidhur me këtë. Pyetja e formuluar në veten e tretë, sikur ai njeri mos më qenë pyetsi, po dikush tjetër. E unë mendoj se ne shqetësimet tona duhet të jenë për neve, se shpesh herë i nim njerëzit të thonë, valla filani që edhe po falet edhe po bën gjithçka. Domethënë mos me u marr na me gajlet edhe me problemet e huaja. Por sidoqoftë, nëse njeriu edhe bën gjunahe, edhe shkon në xhami, ai për ato gjunahe ka me dhënë përgjegjësi, edhe për namazin që e fal, inshallah ka me u shpërbly. Gjithsesi, çdo gjë përveç kufrit. Do të thonë derisa njeriu është brenda suazave të Islamit, edhe bën mëkate, për ato mëkate na themi është nën dëshirën e Allahut fuqiplot. Zoti nëse don edhe ndëshkan, nëse don e fal krejt, çysh don Zoti bën me të. Fundja, ne jemi të obliguar edhe kështu duhet të kuptohet kjo, të flasim në emër të Allahut vetëm atë që dim. E ne atë që dim është ajo që Zoti na ka mësuar nëpërmjet Kuranit ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thënjet edhe udhëzimet e veta. Allahu nuk ka fol në Kur'an për shumicën e gjanave, për shumicën e mëkateve, nuk ka thonë kush e bën këto e ka që gjunat çështu ose që ka zhvjet kamenet në xhenem ose kështu me radhë, por ka tregu për shëmtinë atyre mëkateve, edhe ka kërku prej neve që t'i braktisim ato. Fundja ne nuk mund të marrim rolin e gjykatësit e të tregojmë se për shembull një mëkat i caktuar sa e ka dënimin, sa ka mu djega në xhenem. Si janë ato gjanat tona? Dhe tani kemi një telefonat tjetër në linjë, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një nam e 3 fëmijëve. Banojnë Prishtinë. Po. Kemi pas ku gjën po ta qef me i bani pyetje dhe me ma spjegu ma gjënësish diçka. E kom pas një farë problemi rrafsh, dhe me thonë verat që ka kaluar rrafsh prej mujt maj, prej fundit mujt majt, deri në shkurt 2014. E kom pas një farë problemi, dhe me thonë në shpe. Rrëth murit shpis, troket ke diçka me pas e pa i shumë kur gjëheq. A bo në qatë me në dilshëm, se pa i shumë kërkonin heq. Kemi najtë, kemi ru nën stop, a peshuëm dikëm pis mrenshme, të shkim shumë dritat mrena, jashtë i lejshëm dhejt, a pet që është të troket ke kështu së do ke kur gjë. A troket për sëri? Jo, tash për momentin e ka ndërprej, se ja kom nis më fal, ja kom nis me ledu Kuranin e di, edhe ja kom bon një farë, e kom bon një hat me shpis, veç për shpe e kom bon jetë, edhe ja kom bo aminin, po vetë për momentin e thash një këtina një farë hudgjë më lajom duke të ka emren, ja hire, më zgabusha, i kom bo pyetje thash a ka mundësi qështu me ma bo aminin e qasoj në hatmës, e për momentin që thash ndalu, po a beson nuk jam dyshysh as të vetë e sigurt, edhe po tut nga se di qysh me tonë ma se s'kom lu kështu meq, pësi që kështë, ma me sap ku me di qka me po e qka me një nuk luj. Në regull, faleminderit që na telefonua, tani Hoxha do t'ju këshillaj. Elhamdulillah që s'ke lujt mendsh, edhe është shumë mirë, lutë Allahun që mos me pa, as mos me përjetu, as që to, e as diçka matron që për një mend njeriu me u trishtu shumë. Nuk muj me e ditë saktësisht çka ka qenë, mirë po vjen shumë mirë që pas ka kalu edhe kam bindjen se ndryshimi që ke bot ti në jetën tane, që është e përshkruve vetë, Allahu e ka bot që aja sprov me kalu,
mos u tut, mos u shqetëso, mos u bën vezvese, Allahun e ki, lutë Allahun o Zot na mbroj, o Zot na ruaj, o Zot na jep bereqet, na jep begati, edhe me lejnë Allahut keni me i pas punë të mirë. Të Hoxhë, për fund të emisionit na thuaj se çka prodhon ignoranca. Ignoranca i prodhon të gjitha të këqijat. Kam bindjen se çdo ves çdo gjë negative në shpirtin e njeriut rrjedh prej ignorancës. Edhe urrëtia, edhe zilia, edhe dëshira për hakmarrje, edhe lakmia për të tjetërsuar pronën e tjetrit, edhe domethënë gjitha këto rrjedhin si pasojë e ignorancës. Ndërsa ilaçi i gjitha këtyre mbetet dija. Hoxhë, faleminderit që ishe me ne sot. Ishte kënaqësi vërtet. Shkues të nderuar, këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm të drejt për drejt ecim së bashku. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim herave tjera. Selam aleikum.